Profesor Milo, a jeni dakord dhe ju me faktin që shqiptarët vetë, pa elita shqiptare, se shqiptarët ishin të dyzuar për atë që mund të quajë ndarjen e Perëndimit Osmane, madje ata që ishin për bashkëjetesë ishin më shumë se sa ata që ishin për pavarësi? Po, këtë edhe me bindje. Po. Më thënë që vështirë se mund të gjesh në një udhëheqës shqiptar në kuptimin e mirëfillt të fjalës, në lëvizjen kombëtare shqiptare deri në fillim të shekullit 20, bile që të mund të ketë artikuluar konceptin pavarësi të Shqipërisë. Pjekuria e shqiptarëve si komb, ne nuk arritëm në shekullin 19 që është shekulli i shteteve kombe. Të kishim atë pjekuri të domosdoshme, atë ndërgjegjësim kombëtar për të krijuar shtetin e pavarur. Pse? Një nga arsyet kryesore, ose dy arsye kryesore për mendimin tim, është e para, që ne nuk patëm një elit kombëtare, një elit politike. Nga cili shkak vjen kjo? Vjen sepse ishte shumë e integruar në Perëndimin Osmane. Ishin governatorë të përgjithshëm, ishin ministre, ishin deputet, ishin njerëz që i gëzonin privilegjet e administratës së lartë osmane. Governatorë të përgjithshëm, ishin ministre, ishin deputet, ishin njerëz që i gëzonin privilegjet e administratës së lartë osmane. Dhe bulgarët kanë qenë të integruar dhe serbët kanë qenë. Ka dhe një faktor të dytë. Jo në këtë masë sa kanë qenë shqiptarët. Nuk mund të bësh krahasime të integrimit të shqiptarëve në administratën osmane me atë pjesë që ka qenë bulgarët, serbët apo edhe në një komb tjetër Ballkan. Dhe e dyta është faktori fetar. Kjo e identifikon të shqiptarin me Osmanin në kalifatin si patjetër, në mënyrë shumë gjendje shpirtërore, ndërgjegja, është çështje ndërgjegje, çështje e identitetit. Identiteti fetar ka qenë shumë i fuqishëm se perandoria bashkonte një numër të madh kombesh në atë kohë. Dhe ishin shqiptarët më shumë se të tjerët që u identifikuan me Osmanët nga përkatësia fetare. Dhe kjo ulte, feja luan një rol shumë të madh në ngjizjen e kombit. Dhe ky ishte dyzimi më i madh që vetë dyzimi më i madh ka qenë një nga faktorët kryesor. Feja luan një rol të jashtëzakonshëm në ngjizjen e kombit, në identitetin kombëtar. Düştü Vaktaki.